Personal është një momentum shumë i veçantë kjo pjesë teatrore, jo për faktin që ata sa çfarë trajtohet ose çfarë flet shfaqja, po për faktin që unë jam për herë të parë në një qytet që ka një traditë të fuqishme në kuptimin kulturor teatror, dhe kjo është një privilegj jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i vyrshëm, po edhe për karrierën time sigurisht. Fakti edhe dramaturgjia, përkatësisht autori ka këtë formulë dramaturgjike, janë personazhe me mosha të reja, po kemi kemi zgjedhë një ekip mes 3 qendrash, është Prishtina, është Shkodra si një Koqire, por është edhe Tirana. Domethënë kemi një mix kulturor artistik. Ne kemi emërtuar shfaqjen Një vrasës për nanën, domethënë është një dramë familjare, dramë sociale që e përshkon problemin e një familje ku si thosh trajtohet një problem jetik ose një problem shumë i thjeshtë, por që shndrohet në një problem madhor. Thjesht është një kurdisi ose një skenar ku vritet një person i asaj familje dhe në këtë vrasje ose në këtë skenar të kësaj vrasje që impenjohen gjithë anëtarët e familjes për gjëra si thosh të përditshme rutinore, për gjëra banale. Dhe në këtë ndërthurje si thosh futet edhe një detektiv që është një ndërthurje mes asaj çfarë flet autori, familjes amerikane dhe pushteti i cili futet në atë shtëpi